3 tetor. Dashuria absolute, sovrane dhe e gjithëpushtetshme. Zoti Perëndi, i mëshirshëm dhe i dhemshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri. Eksodi 34:6. Perëndia është i tej mbushur me dashuri dhe besnikëri. 2 imazhe më vinë në mendje për këtë. I pari, zemra e Perëndis është një burim i pashtershëm uji në majë të malit, që gufon me dashuri dhe besnikëri. Burimi vazhdon të derdet shekuj pas shekujsh. I dyti, ose zemra e Perëndis është si një vulkan aq i vrullshëm dashurie, saqë e shpërthen majën e malit dhe vazhdon të derdh llavën e dashurisë dhe besnikërisë vit pas viti. Kur Perëndia përdor fjalën i pasur në mirësi dhe në besnikëri, ai do që të kuptojmë dhe të ndjejmë që burimet e dashurisë së tij janë të pakufizuara. Ti mund të pish nga burimi i malit gjatë gjithë ditës, vit pas viti, brez pas brezi, dhe ai nuk thahet kurrë. Madje mund të rrezikosh e të thuash se Perëndia është si një qeveri që thjesht shtyp më shumë para kur ato nevojiten. I pashtershëm apo jo? E po, ka një dallim. Perëndia ka një thesar të pafundëm dashurie të artë për ta mbështetur tërë paranë që shtyp. Qeveria jeton në një botë ëndrash. Perëndia realisht mbështetet në burimet e pafundme të hyjnisë së tij. Ekzistenca absolute, liria sovrane dhe gjithë fuqia e Perëndis janë plotësia vulkanike që shpërthejnë në një vërshim dashurie. Madhështia absolute e Perëndis do të thotë se ai nuk ka nevojë që ne të plotësojmë ndonjë mangësi tek ai. Përkundrazi, vetëm mjaftueshmëria e tij e pafundme derdhet në dashuri ndaj nesh, mëkatarëve, që kemi nevojë për të dhe për dhuratën e vetes së tij në Jezusin. Ne mund të mbështetemi në dashurinë e tij, pikërisht sepse besojmë në ekzistencën e tij absolute, në sovranitetin e lirisë së tij dhe në pakufishmërinë e fuqisë së tij.